Kalojmë tek pjesa tjetër. Tani Sali Berisha ishte kush ishte, shkoj, erdhi Edi Rama. Je taku me kryeministrin aktual me bisedu për fatin e babait? Jemi taku. Jemi taku edhe jemi taku 4 muaj mbasi erdhëm në pushtet. Po. Është zgjedh kryeministër dhe i bie 11 muaj mbas vendimit të gjykatës së krimeve të rënda të shkallës së parë në Tiranë, ku dënohet Ilir Kumbaro 15 vjet. Do të thonë është dënuar mungesë. Është dënuar mungesë edhe është vërtetuar që ai është fajtor kryesor, apo? Dhe është vërtetuar që ai ka qenë fajtor kryesor, por nuk ka qenë vetëm ai. Vërtetimi më i madh është që Shiku e ka vënë. Po. Strukturat e Shikut. Dhe në këtë proces dëshmitar ka qenë edhe një njeriu i Shikut, Avni Koldashi, i cili ka qenë i akuzuar edhe ai. Po Avni Koldashi, ai tregon se si e ka arrestuar babën tim. Tregon si e ka arrestuar Ziso Kristopullin, tregon si e ka arrestuar Abdyl Loshajn. Dhe kur flet për babën, ai thot unë asja kam ditë emrin Remzi Hoxha, thot ma vonë kam marrë vesh prej medjave, që është e ka emrin Remzi Hoxha. As se kam ditë me çka merret as asgjë, sepse ati i është dhënë urdhri prej shefave, edhe fotografi, edhe thot ky është objekti